A i kjo bëzër, ardhëkonda që edhe zullumqarë që besojnë? Gjithë shka e morin kundër tyne. Apo, seftë të tjesha e dikanë, thot, ty e ki bon këtë kur, ty ju e kini bon qështu, ju e kini ujdis qështu. Ku që ka ujdis, more? Qa ka ujdis? Qiko, ki ka thonë, kjo njërës të mi, ju një njërës të mi, ju nëse fitoni ja u rriti rogën. Edhe më thonë që ka thonë, inë hadha le mekër, ju me musë një bon plan, kurthi me murdzu muhe. Veç që montonë vëzër që këtë muhabet, sirbazat pas kanë bo muhabet, kurthi, plan me Musajin, që me i Musajin palat, kimi thirë njës të vetë, ata me besu, edhe kitë kjo. Andaj o vëzër, kur jenë zullum gjithë shka konspiracion duket, kur jenë padrejtësi kret agent kundër ti duket. Thotë Allahu gja për munafikat, jahsebune, kulle sajhatin alejhim. Munafikat shkat nin pi Kur'anit, pi haditheve, pi fjalëve të njerëzve, këtë thojnë, këtë kundër neva, këtë kundër neva, kundër mua kjo, edhe kjo kundër mua. Ka dalë edhe, ka dalë se edhe me dek ti del dilli, ka dalë se edhe kur që e konë ti ka dalë dilli, ka dalë se edhe 100 vjetë masi vdes ti del dilli. A më se merë vetën me siklet. Nuk ban kërkush kurth kundër dikujna, pa pasë një autoritet shumë të lartë. Dhe Allahu te bareke ve teala në Kur'an thot, inne hadha le mekrun mekkertumuhu fil Medina, ju e keni ban qitet këtë kurth kundër muhe. Dhe Allahu gjele gjelalu, li tukhriju minha ehleha. Shiko kur hupin o dhe zërta, e ndrojnë muhabetin. Ka thonë, ju e keni ban këtë kurth, gjithmonë me Musën dhe Harunin dhe sirbazat, kur bëhen musliman, gjithmonë e përmenë vesh një fjallë, li tukhriju minha ehleha. Apo, ju doni me pri shtetin, që këtë laf e kanë përmen që kanë, ju doni me pri shtetin, ju doni me pri shtetin. A dini vëtë një laf qëtër, a dini një laf qëtër. Fuj, por shemë të shka tjetër. Apo, shiko, edhe në fillim i tha, li tukhriju, li juridu e ju khrijgjekum min ardikum, do mja u pri shtetin, edhe këtu ka thonë, do mja pri shtetin. Pse o dhe zërë? Sepse s'ka qëtë argument.